Futbollisti Mirlin Daku humjariu në dashur të familjes reagimi prekës. Emri që mbaj do të jetë futbollisti shqiptar Mirlin Daku po kalon një periudhë të vështirë personale pasi ka humbur një antar shumë të dashur të familjes. Ai ka njoftuar ndarjen nga jeta të xhaxhait të tij përmes një postimi emocional në rrjetet sociale, duke prekur ndjekësit edhe opinionin sportiv. Në reagimin e tij, Daku ka shprehur dhimbjen e madhe për humbjen e njeriu që kishte një rol të veçantë në jetën e tij. Xhaxhai i ndjer nuk ishte vetëm një familjar i afërt, por edhe figura që i kishte dhënë emrin dhe kishte ndikuar drejt për drejt në formimin e identitetit të tij personal. Sipas futbollistit, lidhja mes tyre ka qenë e fortë dhe mbushur me dashuri, respekt dhe krenari të ndërsjellë. Mesazhi i futbollistit është shoqëruar me lutje dhe fjalë ngushëllimi duke i uruar prehje në paqe të ndjerit dhe mëshirë hyjnore. Po shofsh në paqe xhaxha i dashur, ti nuk ishe vetëm xhaxha im, ishe njeriu që më fali emrin dhe një pjesë të identitetit tim. Që nga sot, emri që mbaj do të jetë gjithmonë kujtimi gjallë i dashurisë, krenarisë dhe respektit që kishe për mua, do të jetosh përherë në zemrën time dhe në çdo hap që do të bëj. Zoti të mëshiroftë dhe të shpërbleft me xhenet, shkroi futbollisti.